Prokuria e Shkodrës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq shtetasit Arsit dhe Orest Kurtaj për veprën penale të mashtrimit kryer në bashkëpunim më shumë se një herë, parashikuar nga neni 143 paragrafi 2 i kodit penal, si dhe shtetasen MP për veprën penale falsifikimi vulave, stampave dhe formularve, parashikuar nga neni 190 paragrafi 3 i kodit penal, si dhe shtetasin Arsit Kurtaj për veprën penale, falsifikimi vulave, stampave dhe formularve kryer më shumë se një herë. Nga veprimet hetimore të kryera në kuadër të procedimit penal të vitit 2024 rezulton se dy shtetasit Kurtaj në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë hapur fiktivisht një faqe interneti me emrin Autorental Tirana, ku kanë reklamuar automjete të ndryshme për t'i dhënë me qira. Por kontaktuar me persona që shfaqnin interes për marrjen e këtyre automjeteve, ata kanë përdorur një numër telefoni të regjistruar në emër të një personi të tretë dhe pasi kanë marrë pagesat nga persona që kanë rezervuar automjetet, nuk ua kanë dërguar në destinacionin e kërkuar. Ndërkohë e pandehura, shtetësia MP, duke qenë punonjëse pranë subjektit, ka dhënë numrin celular që kanë përdorur dy shtetasit duke regjistruar në emër të një personi të tretë, i cili nuk kishte dieni mbi këtë numër. I pandehuri Arsit Kurtaj, administratori i subjektit e ërgi 2012 me objekt aktiviteti ndër të tjera transferta parash, kanë nënshkruar në formular të tërheqjes së shumave të parave në rubrikën Marsi, në emër të Arsit Kurtaj, shumat e parave që personat të ndryshëm kanë dërguar për marrjen e mjeteve me qira. Në lidhje me këtë ngjarje pas kryerjes së veprimeve hetimore dhe procedurale për zbarjen e plotë të rrethanave dhe motiveve, çështja penale në ngarkim të këtyre shtetasve është dërguar për gjykim në gjykatën e shkallës së parë Shkodër.